Pejgamberi alayhi salam ka thonë, nëse plotësohet dita 29 e muaj Shaban dhe shihet hona mbrëmje, nesrit ditën e 30 mos e plotësoni Shabanin, po filloni Ramazanin. Po nëse nuk do këtë hona, atëherën ju ditën e 30 plotësone, bën 30 ditë Shabanin, sepse kalendarin honor muajt janë vetëm 29 ose 30 ditë. S'ka mundësi me qenë as 20 ditë as 31. Thot plotësoni muajin Shaban 30 ditë dhe dita 31 me automatizëm fillon të agjërohet muaji Ramazan. Por sot në kohën tonë as nuk dolëm me shikua honën, as se këshyrim së muaj ka bo Shabani. Në fillim të vitit kalendarin e kemi tregon saktësisht se kur fillon Ramazani. Me shkencës së astronomisë është mundësuar saktësisht për me ditë etapat e lëvizjes tonës kur përfundon muaj e kur fillon. Kur po flasim për astronominë, po flasim për shkencë e cila mësohet në shkolla, e ka studime, e fakultete, e punime, e rezultate të dëshmueme për punën e tyre. Prandaj astronomia është shkencë e cila sot tregon rezultate të prera për pas 10 viteve, jo sot e nesër. Pas 10 viteve tregon saktësisht se kur ndodh eklipsi, në cilën hapësirë përfshin, sa zgjat minutën dhe sekondën, e nuk po e din se kur përfundon apo kur lind hona, kur është mes e kur përfundon. Këtë mendim të astronomisë e mbështet Imam Subkiu, që ka vdekur në vitin 756 Hijri, në shekullin e 6, para 8 shekujve. Imam Subkiu ka qenë prej dietarëve të shquar që është konsideruar si kur alim prej alimave të shekujve të parë, të 4 shekujve të parë. Ka thonë se astronomia është shkencë apo llogaritja astronomike është e sigurt, shikimi me sy është i dyshimt. Sepse ki mundësi më hutue për shkak migullinave, çështjeve të ngjashme, mos me pas sakt honën. Por astronomia thashtë është e sigurt. Dhe këta e thënë Imam Subkiu. Sheikh Shuaib Arnauti thotë e kompon një shqiptar të Siris, i cili e ka përgatit kalendarin e namazëve për 400 vitet e ardhshme me vija të caktuar në precizitet shumë të madh. Shqiptar i Shkodrës. Thot po fatkeqësisht ai kalendar thot është djeg me pretendimin që s'bëm i besu atina. Sheikh Ahmed Gjemali, njëri prej mësuesave tonë të vjetër sirian, thot më ka thonë një marinar se puna marinarëve ka të bëjë me çështjen e honës e kështu me radhë. Preciziteti i lëvizjes të honës është me sekonda është. Prandaj llogaritja e astronomisë është bazë shkencore fuqishme që na kena të drejtë edhe duhet për më mbështetur. Imagjinoni të dashur vëllazër, nëse dikush e sheh honën me sytë vet, se nesër është hona e re, fillon Ramazani. Duhet me ardhur të udhëhet si kompetent fetar, ministria, bashkia islame, kush do të qohet përgjegjës, dhe me i thonë se kom pa honën. Nëse ja pranon dëshmin, ai është shpall të nesërmen Ramazan. Po nëse si ja pranon, nuk e shpall Ramazan. Dhe ky person nuk ka të drejtë më dalë më thonë njerëzve nesër është Ramazan. Se nuk është e drejtë e tij kjo. Ai agjeron për veti. Por s'ka të drejtë më dalë dhe më bë fitne, më thonë njerëzve, valla nesër është Ramazan. Çka mendoni për ata të cilët i ndjekun bot kuptimet e njerëzve që pak ka hiç marrë me këtë. Andaj neve na duhet për më unifiku bashkë. Prandaj kemi thonë prej roleve të Ramazanit është ndikimi pozitiv në familje dhe në shoqëni. Ramazani duhet me fillu me përcaktimin e institucionit dhe përfundon me përcaktimin e institucionit, sepse këtë drejtë e ka vetëm institucioni fetar kompetent vendin ku na jetojmë dhe veprojmë. A kam ku edhe një element me përmend, ndoshta një minutë? Veç vjen një pyetje tjetër. Thonë hoxh, e keni shpall Ramazanin sot, po hona nuk po do kët.
Dyshim paraqitet kjo. Dielli është çtu për shembull, hona është në pjesën tjetër. Kur toka është në mes, nuk ka mundësi drita me kalu honës. Hona nuk ka dritë, sipas shkencëtarëve po flas. Dritën e merr prej diellit. Kur e ka tokën në mes, edhe pse ka lind, nuk ka mundësi me rrok diellit dhe nuk dokët. Sipas shkencëtarëve, 15 orë duhet honës për me lëviz që me rrok drita e diellit. Për këtë arsye ka mundësi ka lind, ka fillu muaj, po nuk doket se hala si ka bë 2-3 motor. Me teleskop ka mundësi 2 motor me ditë, po jo më herët sepse keni objekt mes. Prandaj kjo nuk është dëshmi që valla ka filluar Ramazani se nuk pesha honën. Ata e din shumë më mirë kur fillon e kur përfundon